Isa, qa po ndodh me Partinë Demokratike? Është që Oresi të shkoj të shtunën dhe të votoj kundër Sali Berishës. Pra ky është akt politik. Si votohet kundër Sali Berishës? Po si votohet kundër? Shpjego si votohet. Po mëse është azishoni ta konfirmoni zotin Berisha apo jo? Jo, nuk është ashtu. Si është çete votimi? Do jetë vetëm emri i Sali Berishës kaq. Jo, ajo është referendum, pra azishon të konfirmosh. Konfirmimi është vetëm për rast Sali Berishën pas zgjedhjeve lokale, nëse humbet. E kemi një model i sa të fletë fundimit? Akoma s'ka dalë. Është vetëm emri Sali Berishës ka. Po në 2022 si ishte, mos gaboj? Ka qenë për konfirmimin. Si ishte, vetëm emri i Berishës, po jo? Jo. Nëse do flasë për konfirmimi i zotit Berisha pas humbjes së zgjedhjeve ka qenë nëpërmjet kuvendit kombëtar, që do thotë u zhvillua kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike dhe delegatët e partisë votuan dhe bën referendumin brenda kuvendit kombëtar. Pra ajo një referendum partie për të gjithë antarët, pra me sistemi një antar një vot. Pra vetë kjo është jo legjitime. Pra edhe në retorikën e përdorur nga zoti Berisha, zgjedhjet me një kandidat janë zgjedhje autokratike, diktatoriale etj me radhë siç e thot doktori në retorikën e vet. Pra ai vet po shkel fjalët e tij, po shkel statutin e Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha po shkel një sistem demokratik që është në degën kandidat. Në degën e Durrësit ka përjashtime të tjera? Po ka qenë përjashtimet e para në degën e Durrësit dhe ka qenë përjashtime më të forta, sepse dy antarë të Këshillit Bashkiak, zoti Boshku dhe zoti Burgia, kanë qenë antarë të Këshillit Bashkiak të firmosur dhe miratuar nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flamur Noga, në momentin që është bashkuar në thonjza PD e Durrësit. Zoti Boshku ka qenë pjesë e asokohë në 2022 në zgjedhjet lokale që u bën të pjesshme në atë kohë, ka qenë pjesë e lëvizjes zotit Basha dhe në bazë të atij bashkimi u ndan edhe pjesët e Këshillit Bashkiak dhe zoti Boshku është miratuar dhe është futur në listën e sigurt të Këshillit Bashkiak, zoti Burgia është futur në listën e sigurt të Këshillit Bashkiak dhe një ndër ato që zoti Noka mbas përjashtimit të zotit Boshku, një nga budalliqet dhe idiotësitë që dëgjova ishte që unë e dija tha që zoti Boshku tha ishte ushtari i Gysit ta, por nuk ma lejonte dikush tjetër në Durrës sa që unë të mos ta miratoja. Pra ti zotëri e di që ai nuk di asgjë në fakt, sepse nuk ka si provë, po hipotetike, po edhe një hipotezë, ti e di që ky qeka një ushtar i Gysit apo i tjetrit e tjetër me radhë dhe ti e fut në Këshillin Bashkiak dhe në momentin që ai del kundra ti e shpalos. Më thua dot sa antar ka Durrësi që do votojnë të me aq sa di unë dega Durrësit ka afërsisht diku te 5000 sa antar të saj, po që në zgjedhjet e fundit e mbas zgjedhjeve të fundit antarësia ka rënë në mënyrë drastike dhe zgjedhjet me Partinë Demokratike kanë rënë në mënyrë, pra ato procese që zhvillohen kanë pjesëmarrje dhe tjerë me radhë kanë rënë në mënyrë drastike sepse edhe në grup seksionet e lagjeve po edhe në mbledhjet e Selis me zor mblidhen antarësia dhe pjesët kryesore të saj.